Bordi i transparencës vendosi këtë të shtunë për rritjen e çmimeve të naftës dhe benzinës. Gazojli do të shitet me pakicë deri në 218 lek për litër dhe benzina deri në 181 lek për litër. Çmimet zyrtarisht duhet të hynin në fuqi në orën 20:30 të mbrëmjes, por në pikat e karburanteve në Vlorë, çmimet u ndryshuan shumë më herët, duke u zbatuar disa orë para orarit të vendosur nga bordi. Ky veprim tregon se operatorët ishin në gatishmëri për të rritur çmimet, papritur hyrjen zyrtare në fuqi. Bordi i transparencës ka paralajmëruar se çdo shkelje e vendimit do të çojë në pezullimin e aktivitetit të operatorëve. Ministria e Ekonomisë së bashku me Ministrinë e Financave dhe atë të Infrastrukturës dhe Energjisë angazhohen për të mbrojtur interesat e konsumatorëve dhe për të ruajtur konkurrencën e ndershme në treg. Megjithatë, ka pasur edhe pika tregtimi që ka respektuar vendimin duke mos e rritur çmimin, por në minorancë. Çmimi i shitjes me pakicë nën produktit gazoil i standardit më të lartë të jetë jo më shumë se 218 lek litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 206 lek për litër, ndërsa çmimi i shitjes me pakicë i nën produktit benzini standardit më të lartë të jetë jo më shumë se 218 lek litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 169 lek për litër. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi sot më 28 mars në orën 10:30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Në njoftim thuhet se tërheqin vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë janë angazhuar të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar dhe ruajtjen e parimeve të konkurrencës së ndershme në treg.